Presidenti i konferencës ipergjinore Imzot Gjergj Meta ka reaguar mbi zhvillimet e fundit, teksa këtë hënë ka pasur dhe kritika nga presidenti SBA Donald Trump ndaj Papa Leoni XIV. Në mesazhin e tij Imzot Meta thekson: Papa Leoni XIV njëzoi brisht si vetë fjala e Zotit. Papa Leoni XIV ka qenë dhe është i qartë njësoj si Papa Gjoni 23 me Pasem Interis apo si Pali 6 me Popolorum Progressium, e ashtu si John Pali II që ngriti zërin kundër luftës në Irak, si Papa Benedikti e Papa Francesco që foli kundër ngritjes së mureve dhe luftës ku humbin të gjithë. Nuk mund e Leoni të ishte ndryshin nga paraardhësit e tij, e me siguri nuk mund të shkonte kundër ungjillit të ngjalljes ku fjala e parë e Krishtit të ngjallur është Shalom, Selam, Paqe. Sigurisht fjalët e Papës Prevost nuk mund të jenë të paranueshme për gjithëkënd, sidomos për ata që mendojnë se paqja vjen vetëm nëpërmjet luftës, si vis pacem, para bellum, nëse do paqen përgatit luftën, është një logjik gjithmonë humbse për njerëzimin. Si vis pacem, para pacem, nëse do paqen, përgatit paqen. Kjo është logjika fituese, edhe pse ajo më vështira, por më e sigurta. Fjalët e Papa Leonit, qysh në vitet e parë të pontifikatit të tij me 8 maj të vitit të kaluar, kanë qenë për një paqe të qarmatosur dhe qarmatosëse, nuk mund të ishte ndryshe në kontekstin aktual të një lufte absurde, ashtu sikur që është absurde dhe ajo në Ukrainë, Palestinë, Liban, Sudan e në shumë të tjera, ashtu sikur që është absurde çdo luftë. Papa Leoni flet në emër të Ungjillit e në emër të viktimave dhe popujve që vuajnë pasojë të një obeziteti të egos të fuqishmeve të kësaj bote. E thot pa frikë e pa droj, sepse e beson dhe ka këtë emision, kushdo shikon të Papa Leoni një të dobët, një zë kundër logjikës së luftës ka të drejtë, ai nuk flet me forcën e armëve, por me bështësinë e fjalës, sepse fjala është e qarmatosur, por më mpret se një shpat dyteshe. E bota sot ka nevojë për këtë zë morale shpirtëror universal edhe kur është kundër të fuqishmeve të botës. Ai dhe të gjithë ne bashkë me të nuk duhet të rreshtim të kërkojmë ndalimin e luftës dhe respektimin e drejtës ndërkombëtare. Ashtu sikur se Papa Leoni XIV tha, u kërkojmë të gjithëve udhëheqësve të popujve dhe atyre në Shqipëri që të jenë faktorë të paqes në botën e rajon. Me luftën humbim të gjithë, me paqen fitojmë të gjithë.